tani kryeplak na e sqaro atë që na tha zotëria. Të Për gjitha sa ato toka bëhet fjalë? Ta fillojmë nga Aja. 4.5 hektar Nga Aja. Pra 25 hektar tokë. tokë. Kjo 25 ju përket juve që jeni këtu, pak a shumë. Ka akoma që s'ka nërë, janë 70 familje. 70 familje që 70 familje kam dokumente këtu që më ka dërguar edhe ish kryetari i komunës për kam paguar taksën e tokës tërta. vetëm për atë 25 hektar janë 70 familje? Po, sot po. Kishte të tjerë nuk e refuzuan, u shpërndan 96-ën kur ishte ministër Arsan Alili. Po, që u bë një rishpërndarje, janë formular t'i kam tunë, më dhanë kove bëra një kërkesë atëherën, se këta kanë tentuar 4-5 herë për ta marrë. Pa pse nuk është histori e vjetër kjo? E re kjo? Ndërrohet pushteti. Kemi vite me këtë mua. Ndërrohet pushteti, ata rrinë si minj, më falë për shprehen, vënë gjurmojnë. Ai, personi Hakim Troka, kushëriri jonë. Që më kushuriri jot po ta merr tokën? Po joti ta bën varrin. Pa kushuriri juaj që ka? Vlaj është, na ka futur sherrin, na ka futur sherr në Asmari. Dhe E të mëshme. doli vendimi, i lajmërova të këta, i falenderoj për gatishmërinë që kryen, vetëm bëm 45 familje, i kanë bërë ato që të regoj edhe i... Po? Kam edhe unë këtu, edhe vetë unë bashkë me Po, vëzën e do mije t'i kemi bërë. fotografën gjitha? Po. Kemi marrë mua në mënyrë, mi dhanë bërë një kërkesë kur ishte Agim Kejvani, kryetar komune, ish kryetari. Desha formular, mi morën fotokopjet na komuna. Këto letra ndodhen në komunë edhe në qarkë. Qarkën e Rrethit Fierë. Tani, mos a bëjmë shumë teknike. Ti e more këtë tokën 96. 96. E more more vetëm atë, me aneks 6, si quhet, Vetëm me formularje, do të tregosh. Formulari, po. Tani, me këtë formulari, pse nuk kalove tek AMTP-ja? Nuk e kalojnë edhe sepse i kishë kaluar tjetri më përpara këto tokët prodhuese. Këto më të mirat që morin ndau komisioni. Por pse s'kaluat këtu jo prodhuese? Po nuk e kalojnë ata. Nuk e kalonte. Nuk i hidhe ai Ramadan Kanani ka qenë atje në kadastrën. Po si nuk e hidhe? Ajo a dhanë me, sepse çka kuptimi ka të me ta dhënë me formularin, mos bëhet hapi tjetër që ishte. Jemi munduar shumë herë, nuk i bëjmë, nuk është kompetencë jonë. Doli vendimi, ka dalë vendimi 100 herë, ata asë përgjigje fare këtyre. Po janë bërë gjithë to ligje e 20-20-a e tjetra e tjetra. Po vare se si trajtojnë ta të komunës, ish komuna. Por e ka komuna apo e ka hipoteka? Se s'po e kuptoj, sepse këtu është dorë hipoteke. Kanë qenë dokumentet kanë qenë në komunë të tëra. Po. Edhe janë edhe në qarkë, edhe sot e kësaj dite. Po. Tash këta të komunës, më fal pak. Ta të njësis levan, kërkojnë tash ta zhbejnë atë vendim. Të bëjnë atë vendim dhe t'u japin këtyre. Duan të prishin vendimin që ju jeni pajis me to? Ore, ndoshta e kam prishur t'i gjeun, po unë nuk kam marrë fotokopjet, i kam originalet, i kam këtu. Po si mund ta ç'bësh një vendim se unë e di që këto vendime nuk ç'bëhen? Ore, të lutem zoti gazetar, ky vendim është bën 96-ën, nuk ka shanse të ta shbëj njëri. Jam interesuar në instanca tjera dhe më ka thënë ik rri qet, po u detyrohet të shplodh edhe këta vëllezër e mi me këta rriun ditë natë. Po pra. Na përgjigje për çdo gjë. Janë njerëzit më të punëtor. E tu marrë shtokën këtu, ore nuk kanë një konflikt, një vijë atje. Kalojnë njëri te tjetri te toka, kaloi thot. Janë të mrekullueshëm. Nuk i bën presion pse kalojnë këtu. Po çfarë do ta bëjë atë tokën ky zotëria? Ajo toka ka qenë lum, do të çojë edhe te toka, ka qenë lum i vjetër themi. Kuptoj, por çfarë do të bëjë ky zotëria këtu? Ka një 110 të kalbura atje në ai dhe një 50 dele, edhe do kullos, e dua për kullot. Nëpërmjet pa jo, më fal pak. Nëpërmjet paketës maleve, çfarë ajo paketë maleve? Pa doli paketa maleve këtu. Po, ka dalën mirëziqe në lumin e Martinës. Ka dalë paketë male. Po çmë këtu jemi fushme. Ku ka maltu? O, të lutem shumë. Prit, të lutem. Zoti i madh. Po jo po se s'ke. Mund të shbejnë atë formularin aty që ka dhënë urdhër atëherë, unë e kam për fat, i kam marrë terra do në komunë, i mbaj dosjen këtu si sytë bazit i ruaj. Bën shumë mirë. Kam edhe vulë të njom, me vulë të njom, e ke këtu filmoje çoja atyre. Këta kanë tentuar 3-4 herë tjera. Pra ti mendon që dora është këtu poshtë, nuk është lart. Nuk është lart.
Pra bëhet gjithçka këtu brenda fierit. Qa njef e aty, ta shikoj të person se do ta gjej unë, do ta bie. Jo, të lutem mos ofendojmë se nuk dua. Jo, të lutem nuk ofendojmë njëri, por i ka bërë këta, nuk po flen gjumë natën. Ku keni trokitur? Kemi trokitur dhe më kam thënë ik pa me rak, sepse atë nuk e ç'bën dot njëri. Ku konkretisht? Kam takuar unë personal, do ta bëj publike më vonë. Kam takuar ik aty dhe ata Drejtues të lartë. Po, shumë të lartë. Shumë të Edhe lartë. çat kanë thënë? Ik kanë thënë edhe? Ik pa me rak, se ata nuk e marrin dot atë, nuk i pranojnë letrat atyre, po ata po rrin te lulisë e fierit atje, dhe gati janë kështu. Ka që fuqishëm qeka ca përballë 20-30 familjeve, 7 familjeve. Nuk vina i dëgjoj këtu. Ha, ba. Dalet marrojnë. Unë jam veterineri këtij sektori këtu. Po. Kam qenë 3-4 vjet Po. veteriner. Hes do kaloj pra ty. Lepri e diti ku fle? Lepri fle. Se ka gjetë? Ajo 23 hektar që aty. Po? Jo, ta dish mirë. Po. Se ku fle lepri. Po? Edhe çka kërkon ai personi për shembull, emra nuk përmend se tashin. Edhe unë humbas aty 6-7 lym. Po? Tashin. Po? Aty kanë punuar, aty kanë ngrem 5-6 tufa. Po? 5-6 tufa. Dikur. Dikur. Bile edhe tufa e kushuririt tim aty. Po? Mirë pa ato zhdukshin nga sëmundja e heparit, të mëlqis. Po? Për arsye se i gjithë lumi që pretendojnë ata për kullot, ai është me moçal. E kuptoj. Duke futur ajo timt ata si dhitë edhe ato, infektoheshin edhe ngordhin 50-60. Bile ai u detyrua që e kaloj tufën në barin e ëmbël siç janë këto bregoret këtu. E kuptoj. Ky tani duke qenë larg, edhe aty ka një familje të vogël që mban këto 150 krer, më merr mua si veteriner në shërbim. Kur të vi puna, nuk përmend emër. Po? Kur vim puna, 50% e tufës u zhduk. Zotris. Zotris. Për ikën 10 atje, e beri dhen. I zhduk u 10, i beri dhen. Mirë po, ata tani duke u punuar unë atje që ajo, kjo lloj sëmundje duhet kurohet në çdo 3 muaj, atje i vete kosto e lartë. Po, edhe s'ka leverdi ai për këtë. Po dhe ç'a bën ai tani? Ta marrun të tërë këtë 23 hektar këtu, të paguaju një parat madhe të bashkia atje për 99 vjet. Gjonte? Edhe ne të dalim atje, gjitha dokumentat janë bashki. Që bëjmë neve me këta gjitha dokumentat. E mori sot e zëm se larqoft ju a mori, po e zëm se e mori. Qa do ta bëj zotëri? Atjere, shikoj ata që qa bëne. Sepse? Jo, bën këtej, në qofë se ai ka një të math atje, po? Ai bën bonifikimin rreth rrotullimit aty që arrin deri në Poro. Bën thellimin e kanalit të Kullus edhe e kthen tok buke. Nesër pas nesër. Se ka parane. Ora e kthen ai siç është zgjer 50%. Nuk e kthen për fshatin. Nuk e kthen shtetin, ashtu e kthen për individin. Më fal që po vjell në këtë drejtim, po ju sot për çfarë e përdorni atë tokë? Ju për çfarë e përdorni? Ne sot korrim barin atje, ne thajmë se kur e korr dhe e than atë, ajo blegtoria nuk ka moçal. E qartë. Ndërsa ky kërkon ta lëshoj të hajt komplet atje direkt. Se ne u basim gati 1 hektar me vllan atje. Po deri tani nuk i kemi lënë vetë. Po? Sepse kanë tenduar si thashim përpara 4 herë. Të 4 herë kanë dështuar. Herë mos e kaloj me këtë radhë me qenë se ashtu. Nuk ky popull, jo ky po janë sa gjysmë me këtu. Që s'kan ardhur se janë punëra, janë halle. S'kan njoftime ashtu. E kupton? Unë kam formularin numër 6 këtu, ta tregoj. Po, do mi tregosh të gjitha. E 93 original, kopje originale, ta shikosh, filmoj. Po. Unë kam tentuar 3 herë për ta mbjell plep atje. Kam edhe ngritur edhe farishten vet. E kam pliguar 3 herë s'më ka lënë. 2 herë që e kam tentuar e kam mbjell, të 2 herë e shprishur. Kam fidanin, po të munde, e shikoni fidanin e kam gati të ngritur, edhe nuk Kush nuk të lën, apo nuk prodhon toka? Nuk të lën? Han me bakti ata. Ata prish ai me bakti që lëshon? Lëshon me bakti atje. Te toka jote? Te toka ime. E kam pliguar 3 herë atje,
Të 3 herë unë ka shpenzuar atje. Po mirë, nuk i Edhe bjeni Fidanin- telefon policisë, po çfarë bën policia? Ja kemi ngritur. Ja të kemi ngritur vetëm nëpërmjet këtij shoqërisë që na ka mbrojtur deri tani. Na ka ndënë një krah. Ku do vemi? Polici, vetë te polici më duket sikur është aty krau.